Kryeministri Edi Rama në një vizitë në shtabin e Partisë Socialiste në njësi nr. 2 në Tiranë ka treguar historinë e antarësimit të tij në këtë forcë politike në vitin 2003, kohë kur edhe shpalli kandidaturën për kryetar, ja ku jam unë shembulli, betejën e parë për partinë, më lan rrugëve, më linin tek shkallët këtu te njësia 2 me atë kryetarin e organizatës. Merr Musa Ulqinin pyete. Unë vajta te organizata, i thash Musait, Musa, ka kjo partia juaj zyra organizatash? Po ka, më tha. I thash nesër unë dua të antarësohem në PS. Sa kisha fituar zgjedhjet e 2003-shit. Vete aty unë më morën, më regjistruan. S'dinin këta të shkretët se qa po i vinte. Se këta e kishin këtu, vjen një herë, rrit 3 vite, rritesh masa ne i shohim. S'kishte atëherë deputeti që duam. Edhe dalte dera i thash unë shpall sot kandidaturën për kryetar të PS-s. Pas një muaj ishte kongresi. Gjithë ajo kërkesa se bëheshin zgjedhjet lokale, thuaj Ramës të vi. U bë një vakum rreth e rrotull. Vetëm Ben Blushi ishte që i rezistoi vakumit. Musa e mbante vetëm, po prap me një farzolet fshinte pak mollzat rrëfen Rama. Pas një telefonate me ish deputetin Musa Ulqini, Rama zbuloi edhe emrin e kryetarit të organizatës që e regjistroi si antar të Partisë Socialiste, i cili quhej Kismet Meta, e për të cilin kryeministri tha se i është bërë atij Kismet me emrin e tij biblik. Kreu i PS-s tregoi gjithashtu edhe rrugtimin për në krye të PS-s, që nisi me shumë kundërshtim nga xhaketat e vjetra. Aso kohë rreshtuar Krafatos Nanos, duke përmendur një episod në mbledhjen e PS-s në Ballsh. Edhe shkoi unë te konferenca, ku kishte atëherë të futesh në konferencë. Më tha se futesh dot ti këtu. Më thoshin ti antar i zakonshëm i PS-s, nuk kandidon dot. Edhe u mblodh kryesia. Arta Dada ishte e deleguar aty. Ishte ngrysur nga rreziku që po i kanosej partisë. Po më kam mbështet pastaj, nuk më linin të hyja. Pastaj në fund fare më lan të hyja. Po më tha Gramozi do hysh, po mos kujto se aty brenda po të presin ty. Unë hyra ata, tradhtar, mos mirnjohos haram. Në fund fare s'kisha firmat, s'më jepnin firmat. Unë të shkallët e kongresit, këta ma bënin bëre gjë për firmat, derisa në fund mi dhan firmat, mora 6%, 20 e ca vota, dhe 2 vjet ishte blackout. Pastaj gjërat rodhën rrëfen Rama, i cili prej 9 tetorit vitit 2005 nuk bën zgjedhje në Partinë Socialiste, por vetëm emëron ose sakton në poste sipas dëshirës së tij.